po, pikërisht. Ngjarja e ndjeshme është me të vërtetë e turpshme, Beti, për faktin sepse Parlamenti i Shqipërisë është kthyer në një arenë burracakësh edhe njerëzish të papërgjegjshëm të cilët nuk lejnë pa fyer as zonjat në parlament. Dhe ajo çfarë mua më ndinjon më tepër është mungesa e reagimit nga ana e zonjave të Partisë Socialiste apo Partisë Socialiste në përgjithësi aty në sallë, të cilët duhet kishin reaguar menjëherë për ngjarjen e ndjeshme. Mendoj që kjo duhet dënohet nga gjithë shoqëria sepse ne po vuajmë nga një mungesë morali, jo vetëm në parlament, por tashmë kjo kulturë po depërton edhe në shoqërinë tonë dhe ka depërtuar edhe në shoqëri. Dhe më vjen shumë keq që një parlament i cili ka qenë vendi, ky parlament i cili ka qenë vendi ku aty janë ulur burshtetas si Ahmet Zogu, Gjergj Fishta, Fanoli e të tjerë, apo edhe intelektual të rëndësishëm të viteve 90 menjëherë mbas rënies komunizmit, është kthyer sot në një arenë shumë të shëmtuar ku deputetë Partisë Socialiste të cilët si duket vinë nga një background i papërshtatshëm për të qenë atë parlament, nuk guxojnë të nuk rreshtin së fyeri edhe zonjat. Dhe le më tepër kur ju i dëgjoni se si përdoret fjalori në parlament edhe ndaj vetë midis deputetëve burra, që është shumë shqetësuese. Nuk është thjesht që është një deklaratë seksiste, ajo deklaratë dhe shumë deklarata të tjera pikërisht përbëjnë thelbin e asaj që ne e themi përditë dhe përditë shqetësohemi që është mungesa e moralit dhe se si kjo tashmë po depërton dhe po përçohet tek të tjerët.